Luizelli u dënua nga gjykata e shkallës së parë Fier me 1 vit burg me akuzën e falsifikimit të dokumenteve, por mësohet se këngëtari e ka ankimuar çështjen dhe dosja në ngarkim të tij tashmë është regjistruar në gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, ndërsa shqyrtimi i saj është caktuar data 29, ndërsa shqyrtimi i saj pritet të ndodhë më 29 prill. Në të rezultoni përfshirë edhe shtetasi Fatmir Abdulrahmani, për të cilin togat e zeza kanë dhënë dënimin me 18 muaj burg. Sipas prokurorisë, Luizelli në cilësinë e noterit ka falsifikuar deklaratën notariale, të cilën i pandeuri Fatmir Abdulrahmani e ka përdorur në prokurori për të justifikuar burimin e krimit të pasurive të tij të sekuestruara në kuadër të hetimeve të procedimit pasuror nr. 3 të vitit 2021 të ish prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksioni i përgjithshëm Lushnjë. Deklarata notariale e hartuar nga i pandeuri Luizelli ishte falsifikuar në përmbajtjen e saj, por mbante në nënshkrimin e këtij të fundit. U provua se me të njëjtën datë, numër repertorie e koleksionit që mbante kjo deklaratë notariale në regjistrin e ish noterit Luizelli dhe në arkivën e akteve notariale të hartuara prej tij në vitin 2015 ekziston një deklaratë notariale me palë të ndryshme.